Lidhja ime me futbollin, që është moshën e vogël, moshën 6 vjeçare kam filluar te moshat e Burrelit. Pastaj kam kaluar në 17, 19, moshat zinxhir, pastaj kam kaluar në moshën 17 vjeçare në ekip të parë. Kam luajtur u bën gati 6 vite, edhe jam pjesë e dinastisë Farruku, siç njihet në futbollin shqiptar ose në kategorinë e parë, deri diku që ka bërë mirë. Jam pasardhës si Xhelal Farruku, Dali Farruku edhe Kastriot Farruku, të cilët kanë dhënë shumë për futbollin shqiptar dhe kanë gjitur ekipin në Super League. Edhe jam pjesë e dinastisë. Njihem shumë Burrel për këtë gjë. Të them të drejtën, idhulli kur kam filluar futbollin ka qenë Cristiano Ronaldo, ajo ka qenë koha, por edhe Pipo Inzaghi na kanë pas shumë qefës, nga që jam dhe sulmos vetë edhe. Po patjetër, ka qenë viti që ishim pretendent për më ngjitur Super League, atë vit e kaloi e fitoi Dinamo, por ishim 1-0 në Burrel, ishte ndeshja e parë që kam luajtur në formacion. Kam qenë mbrojtës i majt, në fakt, me thënë drejtën, edhe kam shënuar minutën e 7 me kokë. Do të thoja goli mori kumin pasi kam shënuar gol dhe ka qenë një dedikim për Xhaxhin që ditën e ndeshjes u nda nga jeta. Vetëm familja, kam pasur mbështetje më të madhe dhe me që më dha mundësia që t'i falenderoj, do t'i falenderoj pafund dhe i them faleminderit që ekzistoni. Do të thoja makarona dhe fileto pula. Farruku, thjesht Farruku. Do të thoja Jurgen Goxha i Kavajës dhe Bruno Telushi para 2 vitesh me Elbasanin. Kanë qenë ndërmbrojtësit më të vështirë që mund të kem luajtur. Ndoshta edhe eksperjenca e tyre ka bërë shumë që ta kem të vështirë kundrejt tyre. Që është fillim kam dashur që në 15 gola, po kam dhe akoma neshe pse mos kaloj shifrën më shumë se 15. Dua të vesh uniformën e kombëtares patjetër edhe të rritem sa më shumë, nga që edhe kët kam pasur synimin kryesor.